Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes si gëzuar Krishtlindjen për të gjithë besimtarët e Krishterë kudo që na ndjekin, kudo që ndodhen. Sot ishte një ditë e lishme, kështu vije për qef në punë, ditë pushimi, e qetë, e bukur, e paqë, dhe sjell një gëzim ashtu siç e solli Zoti Jezus kur lindi dhe shpëtoi botën. Ne do të flasim sot për mesazhin kryesor që duhet ta kuptojmë të gjithë në këtë ditë të lindjes së Krishtit për të kuptuar se si atë duhet ta praktikojmë në jetën tonë. Dhe jam mendo që tha Zot fali se çfarë bëjnë, nuk di se çfarë bëjnë. Ne në ditët tona në nxjerrim syt. Çfarë thot, gjuaj një faqe dhe kthe tjetrën? Nuk po them tutje, që janë ditë të paqta, janë ditë të begata. Të paqta me dritë, sepse i tillë ishte edhe ardhja e Jezus Krishtit në mbi tokë, kështu që le ta kuptojmë mesazhin e thellë, kuptim plot të kësaj dite për të gjithë ata që e festojnë, që shtrojnë tryezën, që kanë ato simbolet e bukura të festës, në mënyrë që të mos kalojmë më tepër tek komercializmi që i bëhet secilës fest në vendin tonë, por ta kuptojmë pak më thellë atë. Ky është dhe mesazhi që do doja të ndaja. Gëzuar me Androni. Gëzuar shef Albana. Faktikisht, emri im i pagëzimit është Dimitra. Është Dimitra, po. E kam thënë, nuk e di nëse se kam thënë, po. Emri i pagëzimit im është Dimitra. Por me që në përgjithësi më kanë thirrur Albana, dhe vetëm ajo periudhë kohe dhe njerëzit e mi që tashmë nuk janë në jetë në thrisin Dimitra, që kështu më bëra një kthes jam këtu dhe t'jem Albana, thash. Dhe je Albana, dhe ke një emër shumë të bukur shqiptar. Po, patjetër. Për të përshtatur kësaj feste sot, unë kam disa gurabije, por që janë të kuqe. Pra nuk mund të bëja vezë të kuqe, por po bëj disa gurabije që vërtet është ai simboli i gjakut. Po që kanë brenda edhe vezët. Jo të kuqet, por vezët o vital që na kanë shoqëruar për gjatë gjithë vitit, gjithë sezonit. I kemi shijuar ato, kemi sjellë recetat fantastike me vezët o vital, sepse diskutohet që sidomos te ëmbëlsirat është e pranishme veza, në gatime të ndryshme po ashtu është veza, dita nis me një kokër vezë, dhe aq më tepër kur veza është një vezë që vjen nga pula të rritura në natyrë. Vezët o vital kanë cilësinë të 4 astinët, vinë në paketime të ndryshme, paketime të mëdha, të vogla, janë vezë shumë cilësore, na pasurojnë me proteinat e duhura, me omega 3-shin, na japin energji, kështu që zgjidhni produktin më cilësor në treg. Atëherë, a i lexon ato përbërësit një herë ti dhe unë të shoh, sepse nuk jam shumë e sigurt se bëhen shumë sa gjalp ka. Pra, pasicqeria e kërkon që të jenë tamam me gramaturë të duhur, dhe mua më duhet që të kem gramaturën e duhur, sepse ai 50 gramësh për shembull mund të ndryshojë të gjithë rrjedhën e gatimit. Po, patjetër ne do t'i tregojmë produktet me masat e tyre eksakte të kësaj recete të gurabijeve, mund t'i përgatisni edhe sot, edhe në ditët në vazhdim, se sot mbase e keni ndarë mendjen se çfarë do të keni, dikush mund të dali për drek jashtë, dikush gatuar në shtëpi, dikush ka filluar përgatitjet që mbrëmjen e dieshme, ku ka filluar dhe themi magjia e festës së Krishtlindjes, dhe ja tek i keni 180 gram miell, pra rreth 1 filxhan e gjysmë i bie. Kemi sheqer 150 gram, kemi 60 gram gjalp në temperaturë ambienti. 60 gram e kemi gjalpën, sa është ky paketimi? Pra gjalpin tonë erzeni, 2 vezë të mëdha o vital, 30 gram kakao pluhur, 1 lugë çaji plur pjekje, 1 lugë çaji vanilje, 1 lugë çaji ngjyrues ushqimor i kuq, 1 majlugë çaji krip dhe sheqer pluhur për të mbuluar gurabijet tona. Gurabijet tona festive, të shishme, të shkrifta, ashtu do t'jenë në fund ato, kështu i përfytyroj dhe jam e sigurt që ashtu do të dalin. Tani do fillojmë me gjalpin që kemi në temperaturën e dhomës. Kto ka një sekret. Që kur ne bëjmë këtë brumë, duhet të qëndrojë 1 orë. Gjë që ne nuk e bëjmë dot. Por nëse unë e bëjmë më përpara, mua më duket sikur bëj hile. Dhe e keni vënë re që shumë rrallë bëni brumë përpara, dhe pastaj asgjë tjetër nuk bëj. Do të shtoj sheqerin bashkë me gjalpin. Derisa të marrë çik veten, e ka pak të vështirë gjalpi.
të zbuten ato kokrizat, integrohen me gjalpin edhe treten, derisa mund dëgjohet ajo kërcitja. Kjo kokriza që mos jetë këtu, normalisht unë do ta kap me vezën. Do bëj lidhjen me vezën. Pase do t'jedhim dhe vezët dhe ndihmon, pak me lagështinë e saj, duke shtuar vezët bëhet një masë më qulle. Tani me thënë drejtën këtu është pak stot, jo dhe ai që grot për të shkrirë siç duhet gjalpi. Jo, nuk po duhet që të shkrihet, ja, shiko, sepse do ta bëj masë brumi. Mjafton të shpërndahet sheqeri. Pra e kam në gradën më të ullët. Furrën asnjëherë nuk e harrojmë në parangrohje. Këto piqen edhe shpejt, kështu që kemi shansin që t'i provojmë. Kjo është e duhura. Shiko? Vezët, një nga një. Po. Okej, kemi marrë për vezët medium, se sipas llojit të pulave, ka pula më të vogla që bëjnë vezë më të vogla. Dhe do ju them diçka. Ja, opa. E dim shumë mirë, kur vezët, e di që do qeshtin tani, kur vezët bëhen me imponim, nuk është veza e duhur. Sepse në shumë pulari, ulet perdja e zezë dhe shpendët mendojnë që është koha, është natë. Dhe është koha e shumimit. Pra këto, me që janë pula të rritura në natyrë, normalisht e kanë në mënyrën natyrale, pra ndaj edhe veza është akoma dhe më e mirë. Tani, edhe, vezët, ne i kemi treguar truket se si të dallojmë, si të ushqemi, si të kuptojmë nga ngjyra, nga trashësia, konsistenca e të verdhës, e të bardhës, por edhe nga lëvozhga. Nga lëvozhga, po, të lutem shumë, ja, drejto pak fokusohet kamerat e veza, shiko, kur veza është e freskët, dy lidhset që janë të bardha në ansore, kur janë që duken, do të thotë që është veza është më kompakte dhe lidhje që janë me membranën e vezës. Kjo membrana, që ta tregoj pak membranën. Kjo cipa e shkëlqyer është një cip e shëndetshme. Ne i hedhim sepse kështu jemi mësuar, nuk e konsumojmë, nuk e përdorim, nuk kemi kohë, vetëm vrapojmë dhe nuk e di për ku. Ky ritmi na ka mbërthyer aq keq pas disa gjërave eksakt. Por nëse do të dim pak më shumë se çfarë përmban kjo cipa e brendshme e vezëve, por edhe lëvozhga e saj, atëherë nuk do t'i hedhim as lëvozhgat, sepse përmbajnë shumë kolagjen, përmbajnë kalcium, pra sa më trash tjetë lëvozhga, aq më shumë kalcium dhe aq më shumë mirë është ushqyer edhe shpendi, kështu që përdoret edhe në trajtime të ndryshme duke u kombinuar gjithmonë me elementë të tjerë për ta bërë përthithjen më të mirë, por edhe kjo pjesa e cipës, që unë do ta heq tani, që mund të mblidhet edhe kur është e zier, po në zierje si kur mbasim pak vlerat, ne mund ta mbledhim atë cipën që kur e qërojmë vezën dhe është ai si qaf si mbulesë e hollë, si i thua ti? Bëhet lëkura kështu. Po lëkura po se ka hyaluronik natyral bio, por edhe duke shtuar në gjellë të ndryshme. Patjetër që po. Lëvozhga patjetër që bën për lulet, për pastrimin. I bën, ne vrapojmë gjithkohë. Veza, pra asgjë nuk është pjesë e nënvletësuar. Absolutisht, asgjë nuk i vet. Atë fillojnë vazhdi prapë në këto këtu, se e tham, po që nuk po i hedhim këto, po i mbajmë. E kam në masën e duhur dhe do të shtoj vezët. Ja. Pra, në pak sekonda, edhe gjalpi mori atë temperaturën e duhur. Patjetër që do marri trajtën e duhur. Shtoj vanilje, pluhur pjekës. Nëse s'keni pluhur pjekës, soda. Do të shtoj një pretje krip. A piperin e kam lënë kështu thjesht për trendi, se nuk më duhet. Do të shtoj. S'ke faj, gjithë receta. Kakaon. Kjo është ngjyrosje. Po. Pastaj do kalojmë në fund tek mielli. Me një lugnik, të lutem.
me një nuk të vërë, s'ka lja. Të gjitha të masë. është ngjyrues ushqimor. Po. I ngrënshëm. Ja, ma e pak të ma e... Shiko se beti dhe pak mire ke. Gjithë masa. Që t'japi atë ngjyrën... Ngjyrën e kuqe. Pra, e kuqja e festave, më pas, do të kemi atë pudrosjen me pluhur sheqeri, që të marrin atë formën edhe dekorative të gurabijeve. Normalisht që do të largohej edhe. Tani kemi ardhur në momentin ku të shtojmë mielin. Atlas, kë miell ke zgjedhur atë për çdo përdorim apo super? Është farina hap që fryhet vetë. Ah, okay. Atëherë më duhet të marr paketimet e vogla që nuk ndodhen aty ku po i shihni ju tani, janë farina hap nga Atlas që kanë të gjitha elementët pluhurat për katës. Për të gatuar kekun për shembull, që të mos shtoni edhe pluhurin pjekës apo dhe aromën për kacë, sepse farina i sjell me kështu aromë vanilje, portokalli ose dhe pa aromë fare. Kemi ndonjë aromë? Është vanilja? Me vaniljen, me aromën e vaniljes. Nuk e punojmë? Vetëm me shpatullë e punojmë. Që të ruaj dëndësinë e saj. Ja, i japim një punim të tillë. Miremi do ta punosh edhe ca, kështu që ne të shpejtojmë pak me shkëputjen tona, sepse vjen tani menjëherë mesazhi ditës së sotme për sa i takon këshillave nga Prostatol për të kaluar më pas tek forma që do t'i japim. Forma që do t'i japim gurabijeve. Forma është dhe sipas preferencave. Të shohim se si do ta kemi ne a priori atë mënyrën se si do t'i japim formë. Ne gjithmonë kur shikojmë gurabije ose i kemi ose ato forme të rumbullakta, romb, gjysmëtone me radhë me plasaritura, prandaj. Kto janë në formë si të plasaritura. Rëndësi ka shkriftësia që do të kenë, shija që do të na japi në fund, të cilin e kemi të padiskutueshme. Respektoni masat e përgatisni një brumë të tillë të shkrifët dhe më pas i jepni formën për t'i futur në furr. Një gotë e gjysmë na mori ne. Patjetër më do me miell. E do dhe pak? E punojmë dhe pak. Vazhdojmë tani të përfundojmë gurabijet tona, gurabijet. I shohim edhe një herë produktet që na u deshën për përgatitjen e brumit, sepse ai është gati tani, do t'i japim formë për t'i pjekur. Kemi bërë të kuqe sot festive, duke i shtuar tek brumi një pak ngjyrues ushqimor të kuq. Ju duhet miell rreth një filxhan e gjysmë, me të njëjtin filxhan do të masni edhe përbërësit e tjerë, si për shembull sheqeri, 150 gram sheqer, ose një gjysmë afërsisht gjysmën e filxhanit, 60 gram gjalp në temperaturën e ambientit, 2 vezë të mëdha ovital, 30 gram kakao plur, një lugë çaji plur pjekës, një lugë çaji vanilje, një lugë çaji ngjyrues ushqimor me ngjyrë të kuqe, një majluge çaji me krip dhe sheqer pluhur për t'i mbuluar apo pudrosur gurabijet. Sa të mëdha ti bësh? Të vogla sepse këto do fryhen. Që t'jenë të barabarta, kështu që vazhdojmë t'japim formën pak më vonë, po të marrim masën njërë. Edhe shplovet, do në kjo është edhe mënyra që shplovet edhe... brumin, po. Normalisht, pse e bi kaq të vogla? Sepse do marri volum nga pluri pjekës. E bëra pak më të madh, normalisht që do të marrë edhe pjesë të tjerave. Të përvishëm unë. Të fillojmë t'i bëjmë kështu me forma të bukura.
Dhe ndërkohë le të dëgjojmë ca urime të bukura, sot urime zemre, urime drite, mesazhi që vjen nga këtë ditë e paqes të Krishtlindjes që në qonë më pas në fundin e vitit, pra për të përfunduar festat. Shumë besimtar të krishterë kanë preferuar të qëndrojnë në Shqipëri, shumë të tjerë kanë preferuar të festojnë jashtë, dikush del në drekën në restoran, dikush gatua në shtëpi, kështu që do donim të merrnim disa mesazhe apo mendimet tuaja për këtë ditë si ju e festoni. Mund të keni numrin në ekran dhe ne urojmë dhe festojmë së bashku. Në bëra gati duart të ndihmoja. Duhet pak me vaj që të marrin atë. Kanë marrë një ngjyrë si tull, ngjyrë afërsisht si ngjyrë vishnje, si ja kombinohemi kështu, duke qyrasur miq që do na vijë. Me që jemi, kështu s'ka. Tamam, dikur ngjyra e plastelinës. Ajo pikë se ajo ngjyra e plastelinës, po që është një brumë më i butë. Bëhen shumë shpejt. Pak produkte ju duhen, gatuhen shpejt e shpejt, se në procesin duke edhe e treguar realizojmë në mënyrë të tillë që edhe të kuptohet hap pas hapi, po ju në shtëpi pa ato komplekset, pa vëmendje se kush po ju shikon, i përgatisni dhe i keni dhe për qërasma, si themi, në këto ditë festash. Në ato tryezat që kanë lloj-lloj ëmbëlsirash brenda, frutash, të thata, antipasta, të cilat i kemi sjell. Atëherë. Mirë, edhe kështu shumë bukur. Dhe që ke voçkël. Bashkoj dy të tjera. Dhe duke qenë se kanë këtë ngjyrën e errët, duhet të jemi të vëmendshëm në pjekjen e tyre. Besoj se nuk do duan shumë kohë. Furrën e kemi nxehur, është në 190 për momentin, mos e duam në 200 apo? Faktikisht, vërtet në 200 sepse është në varësi të furrave. Dhe pastaj e ulim pak, po. Ja. Kështu, kaq. Direkt. E vendos pakën që kam duart me vaj? Hidhini një sy, kështu afër e afër, 4 dhe 4, ja, të tilla. 16 copë. 16 nga një për secilin për të qërasur dhe për të ëmbëlsuar ditën, po i vendosim në 200 e kishim furrën, por do ta ulim pak tani temperaturën, që të vazhdoj pjekja e tyre. Jemi në pjesën e fundit tani të gatimit, do të përgatisim një pastë të shijshme për lezetin e çdo shije. Kur bëhet fjalë për pasta të shijshme, do t'ju prezantojmë një pastë të vërtet, me një shije autentike sipas mjeshtrave të pastave. Po përpara se të kalojmë këtu, le të përfundojmë recetën e gurabijeve, shpejt e shpejt me pudrosin e pluhurit të sheqerit dhe shiheni se sa të mira që kanë dalë. Ja, hop. A nuk ja vlen kjo të ri aty përpara dhe të shihet edhe të kundrohet nga të gjithë? U poqën gurabije tona festive, të kuqe, të shkrifta, dhe mbi të gjitha, ja, kështu përpara që ti shikoni, dhe mbi të gjitha me këtë pamjen e tyre të plasaritur, ashtu siç do duhet të jetë në fakt një gurabije e mirë.